Kryeministri Edi Rama ka prezantuar programin e tij elektoral për mandatin e 4, i quajtur Shqipëria 2030. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se qeveria e tij ka punuar vazhdimisht për të rritur pozicionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, duke pozicionuar flamurin kombëtar në vende ku nuk ishte parë kurrë më parë, përfshirë Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ne ngritëm çdo ditë më lart emrin e Shqipërisë dhe pozicionuam flamurin kombëtar aty ku nuk kishte qenë kurrë dhe ku nuk imagjinoi deri në OKB. Ndërtuam kanale komunikimi të drejtpërdrejta me aleatët ndërkombëtar dhe kemi rritur influencën tonë në politikën e Bashkimit Evropian për rajonin tonë, tha Rama. Ai gjithashtu theksoi se me angazhimin e tij dhe të qeverisë, Shqipëria ka arritur të fitojë financim të rëndësishëm për zhvillimin e vendit, duke filluar nga kryeqyteti dhe duke u përhapur në të gjithë territorin. Rama u shpreh se ky plan i ri ka nisur në Tiranë dhe ka vazhduar gjatë gjithë kontakteve të qeverisë me Brukselin dhe kryeqytetet e tjera, duke bindur partnerët ndërkombëtar për nevojën e një sforcoje ekstra për zhvillimin e Shqipërisë. Kemi luftuar, kemi duruar dhe në fund e fituam me merit të plot. U ulëm në tryezë me Komisionin Evropian, përfundoi ai duke theksuar suksesin e politikave të qeverisë në arritjen e mbështetjes ndërkombëtare për Shqipërinë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.